Futbollistët mbesin të shokuar kur policia futet në mes të ndeshjes dhe arreston gjyqtarin. Një ngjarje pazakontë ka ndodhur në Brazil ku një ndeshje zakonshme futbolli amator është kthyer në skenë arrestimi. Policia ka ndërprer takimin dhe ka arrestuar gjyqtarin në mes të fushës duke habitur të gjithë të pranishmit. Ngjarja ka ndodhur të dielën në qytetin Guarulhos, në shtetin brazilian të São Paulos. Pamjet e filmimeve tregojnë momentin kur gjyqtari Ederson Carlos da Silva jep një karton të verdh për një lojtar dhe vetëm pak çaste më vonë rrethohet nga oficerët armatosur me një lek antiplum dhe dërgohet në pranga jashtë fushës. Sipas raportimeve të Daily Mail, da Silva nuk ishte thjesht një arbitër futbolli, ai dyshohet të jetë një figurë kyçe në një rrjet të organizuar kriminal. Autoritetet braziliane akuzojnë atë për rol udhëheqës në logjistikën e një grupi që merrej me trafik ndërkombëtar të drogës. Hetimet ndaj tij kanë nisur që në nëntor të vitit 2024, ku autoritetet ndaluan një ngarkesë me 450 kg kokainë në São Paulo. Shoferit e pasagjerit i mjetit u arrestuan në vend ngjarje, ndërsa hetimi më pas çoi në identifikimin e da Silva si një nga organizatorët kryesor të transportit të drogës. Video arrestimit është bërë virale në rrjetet sociale duke nxitur reagime të shumta në Brazil dhe më gjerë. Arrestimi në mes të një ndeshje ka tronditur komunitetin sportiv lokal, ndërsa autoritetet janë zotuar të çojnë përpara hetimin pa ndikuar nga profili publik i të dyshuarit.